Alba shpërthen papritur në mes të dhomës së ndenjes, duke e çuar tensionin në shtëpi në një nivel krejt tjetër. Ajo ngrihet në këmbë, me duart të kryqëzuara dhe me sy të ngulitur drejt Elionës, e cila në fillim nuk e kupton pse Alba po e shikon me aq agresivitet. Pa paralajmërim, Alba nis të flas me zë të lartë dhe të prerë, duke e bërë të gjithë shtëpinë të heshtë. A më dëgjon mirë? Kur të dalim jashtë, unë do të takoj ty, kjo nuk ka mbaruar këtu, thot Alba duke ngritur zërin edhe më shumë. Banorët e tjerë kthejnë kokat menjëherë, të befasuar nga mënyra e saj e ashpër. Disa përpiqen ta qetësojnë, por Alba i largon me dorë. Pa pranuar asnjë ndërhyrje, Eliona, e cila deri në atë moment kishte qëndruar e qetë, ngrihet ngadalë nga divani dhe mundohet të mbajë tone të ulta. Mos fol ashtu, s'ka arsye për këto kërcënime, i thot ajo me një ton të butë, por edhe të lënduar. Por Alba nuk ndalet. Ajo afrohet edhe më shumë, duke hyrë krejt në hapësirën personale të Elionës. Do ta shohësh ti jashtë. Do ta shohësh se nuk më trem dot as kamera, as askush tjetër. Të kam thënë, do të përballemi. E madje. Mos më shty më shumë se, Alba ndalon për një çast, por mënyra si i flet i lë të kuptohet qartë që ajo po kërcënon sërish. Eliona hap sytë e saj, e tronditur nga agresiviteti që po dëgjon. Po çfarë ke me mua? Pse flet kështu? Pyet ajo, duke u përpjekur të mos e humb kontrollin, edhe pse fytyra e saj reflekton shqetësim dhe lodhje. Ndërkohë, banorët e tjerë afrohen pak nga pak. Toni i drejtohet Albës nga larg, duke i thënë të qetësohet, por ajo e shpërfill. Mos më dilni të gjithë përpara, se nuk ka lidhje me ju, thot ajo, duke bërë një hap pas dhe pastaj një hap tjetër drejt Elionës, sikur të mos donte ta linte të largohej. E gjithë dhoma mbushet me tension. Disa banorë përpiqen të shikojnë nëse Eliona është mirë, ndërsa të tjerë po e ndjekin me sy Albën, e cila duket e humbur në nerva. Eliona, tani me mërzitur dhe e lodhur nga situatat që po i krijohen. Alba i afrohet Elionës me nerva të dukshme, zëri i saj i ngritur dëgjohet në gjithë dhomën. Tensioni rritet menjëherë sapo ajo nis debatin, pa e fshehur fare irritimin që i është mbledhur prej ditësh. Ajo i drejtohet Elionës me tone të ashpra. Eliona, ti fshihesh. Ti je fëmijë, as nuk di të përballesh me gjërat. Thot Alba, duke tundur duart në ajër sikur po kërkon të theksojë çdo fjalë. Ti si as reale, je dy fytyrshe dhe bën sikur je e mirë vetëm kur të intereson. Ndërkohë disa banorë të tjerë kthejnë kokën drejt tyre, të habitur me mënyrën si po flitet, sepse Alba duket sikur e ka humbur durimin krejtësisht. Ajo vazhdon, pa u ndalur. Mos u bëj si e pafajshme, se unë e njoh llojin tënd. Po mendon se mund të më mashtrosh me këtë fytyrën tënde të butë? Jo, jo. Unë do ta nxjerr fytyrën tënde të vërtet përpara të gjithëve. Eliona e shikon e habitur, e mërzitur, por përpiqet të ruajë qetësinë, ndërsa Alba vazhdon të flasë sikur ka kohë që e ka pritur këtë shpërthim. Ajo nuk ndalet as kur banorët i kërkojnë të ulë zërin. Alba e përfundon fjalinë e saj me një ton sfidues, duke i bërë të qartë se ajo beson se Eliona nuk është as pak ajo që paraqet. Atmosfera rëndohet dhe të gjithë presin të shohin nëse Eliona do t'i përgjigjet, apo do të largohet për të shmangur një përplasje edhe më të madhe. Benita qëndron në qoshen e oborrit, pak e tensionuar, ndërsa kushtrimi i afrohet me atë buzëqeshjen e tij të zakonshme. Ajo merr një frym të thellë dhe, me një ton pak të prerë, i thot, unë dikur të pëlqeja, po ta them sinqerisht. Por tani. Jo më. Kam ndryshuar mendim. Ajo e thot këtë me një lloj krenarie, sikur dëshiron të tregojë se nuk i intereson më si më parë. Por kushtrimi nuk e merr seriozisht dramën e saj. Ai buzëqesh akoma më shumë, i afrohet edhe më pranë, duke e parë drejt në sy me një shprehje të qetë, thuajse lozonjare. Thot ai me një të qeshur të lehtë, po pse jo më? Çfarë ndryshoi? Hajde, pëlqeje prap. S'ka asgjë të keqe. Benita ngrit vetullat, sikur po përpiqet të ruajë seriozitetin e saj, por nga mënyra si i ndritin syt duket që fjalët e kushtrimit e kanë lëkundur pak. Ajo kthen kokën në anë sikur s'do ta tregoj, por qesh lehtë, e pavetdijshme. Jo more, mos u bëj qesharak, thot Benita duke u përpjekur të qëndrojë e ftohtë. Tani nuk më pëlqen më. Ka kaluar ajo punë. Kushtrimi tund kokën ngadalë, si të donte ta ngacmonte edhe më shumë.
Mua më duket që nuk ka kaluar aq shumë sa thua, I thot ai. Nuk je aq e bindur sa po përpiqesh të dukesh. Benita e shikon sikur do të thotë diçka për të mbrojtur, por fjalët nuk I dalin. Ajo bën sikur largohet. Pastaj kthehet prapë dhe I hedh një vështrim të shpejtë, të cilin përpiqet ta fshehë. Kushtrimi qesh përsëri, I kënaqur që arriti ta trazoj, dhe atmosfera mes tyre mbetet e çuditshme, një përzierje mes shakaje, simpatie dhe fjalëve të pathëna që asnjëri s'po I pranon plotësisht. Eliona ulet në qendër të dhomës së ndenjes, ndërsa disa nga banorët janë rreth saj, duke e dëgjuar me vëmendje. Ajo duket të qetë, por nga toni I zërit kuptohet se është e lodhur nga situatat e fundit. Me një frym të thellë, ajo nis të flasë, Elba thjesht po mundohet të më nxjerrë mua si të keqe, thot Eliona, duke tundur kokën me shgënjim. Ajo po përpiqet të tregoj sikur unë kam një anë tjetër, një anë të fshehtë, por unë s'kam asgjë për të fshehur. Nuk ka ndonjë anë të keqe te unë, sepse çdo gjë që jam, unë e tregoj hapur. Banorët e shikojnë me kujdes ndërsa ajo vazhdon, e prekur nga gjithë drama që ka shpërthyer kohët e fundit. Problem është se Alba është futur në një paranojë totale. Ajo mendon se unë jam kundër saj, se unë po bëj plane, se po e provokoj. Ndërkohë që unë vetëm jam munduar të rri e qetë në këtë shtëpi. Ajo ndalet për një moment, pastaj vazhdon me një ton më të sigurt, s'kam fare nevojë të sajoj apo të bëj lojra. Po flas troç, Alba po sajon gjëra që s'ekzistojnë. Ajo po përpiqet të krijojë një version timin që nuk është real, vetëm për të dukur vetë më mirë. Eliona shtyn flokët mbrapa dhe pshertin lehtë. Në fund të ditës, unë e di kush jam. Nëse Alba don të më nxjerrë si të keqe, është problemi I saj, jo imi. Unë s'kam ndërmend të bie në nivelin e saj. Banorët mbeten të heshtur për disa sekonda, duke e kuptuar se Eliona është sinqerisht e mërzitur, por edhe e vendosur të mos lejoj askënd t'i njollos karakterin. Linda ul në divan me banorët e tjerë dhe nisi të fliste me një qetësi të rrallë, sikur më në fund po hapte zemrën për një temë që e kishte mbajtur për vete. Ajo ngriti supet lehtë dhe tha me një buzëqeshje të vogël, po ta them sinqerisht. Kam menduar shpesh se çfarë lloj mashkulli do të ishte ideal për mua. Dua dikë të fortë, të sigurt të vetja, por edhe të sjellshëm. Dikë që di të mbrojë, di të qesh dhe di të jetë I pranishëm. Dhe po. Mendoj se Edi do të ishte shumë afër idesë time të mashkullit ideal. Banorët e tjerë e shikuan me habi, sepse Linda zakonisht nuk I shprehte hapur këto gjëra. Ajo vazhdoi, duke buzëqeshur sikur po e analizon me kujdes. Edi ka atë lloj energjie që më pëlqen. Ka vetë besim, por nuk është I frikshëm. Ka humor, por di edhe kur të jetë serioz. Edhe pse ne kemi pasur debatet tona këtu brenda, e shoh që karakteri I tij është I fortë. Jam e bindur që unë dhe ai do të shkonim shumë mirë bashkë, nëse do t'i jepnim vetes mundësinë të njiheshim më thellë. Ajo mbështeti bërylin në jastëk dhe vazhdoi më me qetësi, nuk po them që jam e dashuruar apo diçka e tillë. Por po flas për përputhshmëri. Dhe po, mendoj se Edi ka shumë nga cilësitë që unë kërkoj tek një mashkull. Ai është energjik, I drejtë për drejtë dhe nuk friksohet të thotë mendimin e tij. Këto I vlerësoj shumë. Banorët nisën të shkëmbenin shikime mes vete, disa të buzëqeshur, disa të habitur. Disa madje e ngacmuan Lindën me batuta të lehta, ndërsa ajo thjesht qeshi dhe ngriti duart sikur të thoshte, po, e thash. Dhe nuk e mohoj. Atmosfera u bë e gjallë dhe e ngrohtë, ndërsa Linda vazhdoi të shpjegonte se pse shitet tek Edi dik me të cilin mund të kishte një marrëdhënie të mirë, duke e bërë të qartë se kjo ishte vetëm një reflektim I sinqert dhe jo një deklaratë romantike. Kushtrimi I afrohet Elionës me një buzëqeshje të butë dhe një shikim që tregon qartë admirimin e tij. Ai e sheh për disa sekonda dhe pastaj vendos të flasë, duke zgjedhur fjalët me kujdes, por gjithmonë duke I dhënë vëmendje asaj. Eliona, duhet të ta them. Trupi yt është fantastik, thot ai me një ton të ngrohtë dhe pak të ngacmuar. Forma jote është e bukur dhe e shikoj me kënaqësi çdo herë që afrohesh. Nuk është vetëm pamja, por edhe mënyra si qëndron, si lëviz, ka diçka tek ti që tërheq vëmendjen.
Eliona qesh lehtësisht dhe tund kokën, duke e bërë të qartë që nuk do të marrë seriozisht fjalët e tij. Ajo e di që kushtrimi po mundohet të krijojë një moment të veçantë dhe ndjen një farë kënaqësie nga komplimentet. Por nuk duket se ka ndonjë ndjesi romantike për të, po kushtrimi, i thot ajo me një buzëqeshje ironike, po e di që po përpiqesh të më tallësh, apo jo? Nuk është se unë po marr seriozisht gjithë këto komplimente. Ai qesh, pak i hutuar, por duket se nuk do të dorëzohet. Jo, nuk po të tallë, thot ai duke e parë seriozisht, unë po e them me sinqeritet. Ti e meriton të dëgjosh këtë. Nuk është për të tallur apo për lojë, thjesht. Më pëlqen shumë si dukesh. Banorët e tjerë që ndodhen aty afër e shikojnë këtë ndërveprim me kuriozitet, disa qeshin, disa shikojnë me habi, duke e kuptuar tensionin dhe lojën e ndjenjave që po zhvillohet mes tyre. Eliona i kthen një buzëqeshje të qetë dhe shtrëngon pak krahët, sikur të thoshte, po e di që po më pëlqen, por mua nuk më rëndon fare kjo. Nuk dua që ndjenjat të tjera të përfshihen këtu. Kushtrimi tund kokën, por buzëqeshja nuk largohet nga fytyra e tij. Është e qartë për të gjithë se ai po e pëlqen shumë Elionën, por ajo vazhdon ta shohë vetëm si një shok, duke ruajtur distancën dhe duke mos lejuar që ndjenjat e tij të ndikojnë në marrëdhënien e tyre. Momenti mbetet i tensionuar, por gjithashtu i lehtë dhe plot humor, duke treguar se pëlqimi i kushtrimit është i dukshëm, por nuk ka përgjigje. Benita afrohet tek Toni me një qëndrim serioz, sikur ka diçka shumë të rëndësishme për t'i thënë. Ajo e tërheq paksa mënjan, larg të tjerëve, dhe me një ton që përpiqet ta mbajë të ulët, fillon t'i flas. Toni, dëgjoj pak, i thot ajo, duke tundur kokën me një farë shqetësimi të shtirur. Ti duhet të kesh shumë kujdes. Bia nuk është vajzë e mirë siç mendon ti, ajo është vajzë e përdal, Toni, dhe po të them këtë për të mirën tënde. Nuk dua të shoh të ngatërohesh me dikë që s'ka as karakter e as respekt për veten. Benita vazhdon të flas me një ton që përzihet mes thashethemeve dhe dramatizimin. Ajo nuk është siç paraqitet. Ajo vetëm shtiret dhe ti po e beson. Por unë e njoh më mirë. Ajo nuk të sjell asgjë të mirë. Mos u mashtro. Toni e dëgjon me qetësi, pa i ndërprer fjalët. Ai e shikon drejt në sy, me një shprehje që nuk lë të kuptohet as nervozizëm e as befasi, vetëm një lloj sigurie të thellë. Kur Benita mbaron, ai thjesht merr frym thellë dhe i përgjigjet qetësisht, Benita. Nuk më intereson çfarë thua për Bian, i thot ai. Unë e njoh vetë, flas me të çdo ditë, e shoh si sillet, si mendon dhe si ndihet. Nuk kam nevojë për thashetheme. Mua më intereson ajo që shoh vetë, jo ajo që më thot dikush tjetër. Benita mbetet për një moment e hutuar. Sepse priste që Toni të ndikohesh ose të paktën të tregonte dyshim. Por ai qëndron i qetë, i bindur në atë që mendon. Ajo mund të jetë çfarë të duash ti, vazhdon Toni, por kjo nuk më ndryshon gjë. Unë e kam zgjedhur vetë të jem pranë saj. Nuk kam nevojë për paralajmërime. Benita e kupton se fjalët e saj nuk po bëjnë asnjë efekt. Ajo shikon nga larg Bian, pastaj Tonin, dhe fytyra e saj tërhiqet në një shprehje të pakënaqur, sikur e gjithë përpjekja e saj dështoi. Toni thjesht largohet ngadalë, duke lënë Benitën pas, e cila qëndron ende aty, e irrituar që ai nuk u ndikua fare nga fjalët e saj.